Një familje në fshatin Çerrak në bashkinë e Belshit jeton ende në çadër, pasi shtëpia në të cilën ata jetonin u shkatërrua nga lëkundjet e forta të tërmetit që përfshin zonën e Belshit rreth 2 vite më parë. Që nga ajo kohë Landa Rika, një gruajve, nën e 4 fëmijëve, po përballet me vështirësi të jashtëzakonshme, pasi ka mbetur e pastër dhe pa kushtet minimale të jetesës. S'kam ku të vete, s'kam kështu. Po mundohem me forcat e mia që të punoj, që të maj frymën gjallë. Edhe djalin e çoj në punë, aq mundsi kam, aq nuk kam ku të vete me. Kryefamiljarja Landa Rika tregon se është detyruar t'i strehojë fëmijët tek të afërmit, pasi jeta në çadër është e vështirë dhe nuk mund të plotësojë asnjë nga nevojat për jetën e një familje me 5 persona. Edhe tani jetoj vetëm fare. Bashkëshortim ka vdekur, edhe jam vetëm fare. Edhe kërkoj nga ndihmë e shtetit, edhe kushdo tjetër që vetëm një ndihmë të vogël vetëm për të mbuluar shtëpijet. Vetëm mos më zej ky dimër brenda, se kam hallën e fëmijëve, nuk jetohet dot aty. Shtëpia ku ata jetonin ka mbetur një gërmadhe shkatëruar, ndërsa një tjetër që të afërmit nisën t'ia ndërtonin nuk ka gjasa të përfundoj pasi nuk kanë mundësi financiare të blejnë materialet e ndërtimit. Në një situatë të tillë ata jetojnë ende në çadrën e dhuruar nga emergjenca civile, të cilën e kanë vendosur në hyrje të shtëpisë së shkatëruar. Shuma prej 8 milion lekësh të vjetra që u akordua me vendim të Këshillit të Ministrave si dëmshpërblim për fatkeqësinë natyrore që i ndodhi kësaj familje, nuk është përndar dhe nuk dihet nëse ka gjasa t'i jepet ndonjëherë. Në këtë situatë në Belsh janë dhe disa familje të tjera që u dëmtuan nga tërmeti që ra në maj të vitit 2014.